Mirëdita të gjithëve. A e dini se në arkivat sekrete të Vatikanit ekzistojnë qindra dosje të kontakteve me alien? Po. Madje prej 400 vitesh ruhen dhe janë tepër sekrete dhe nuk thuhen, nuk janë publike. Pra nuk i kanë vetëm shërbimet sekrete ose shtetet e mëdha ku thuhet për kontakte me alien, pra dosje, por edhe Vatikani. Tani do t'ju tregoj një histori të çuditshme dhe dëgjojeni me vëmendje. Kush është rastësisht si gjithmonë dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, do ju falenderoj që jemi për herë bashkë. Në vitin 2008, Funes, një nga kardinalët më të mëdhenj të atyre kohore, bëri një deklarat fort, një deklarat që më ka mbetur në kujtesë. Ishte momenti që unë po përgatisja disa materiale për librin, njëkohësisht librin e parë. Për librin, po njëkohësisht edhe për emisionin më vonë, për emisionin Enigma. Dhe më bëri përshtypje sepse ai e tha publikisht që ne jemi miq, në qoftë se sepse Vatikani, pra feja, nuk e mohon prezencën e specieve të pafund. Pra, në sintez, ai tha që ne jemi në dieni të formës jashtëtoksore që ekzistojnë. Dhe çfarë ndodhi nga i moment? Nga i moment ndodhen shumë ndryshime, nëse keni vënë re, ndryshime për sa i përket jetës jashtëtoksore, sepse duhet të dini që nuk duhet ta ushqesh mendjen e njeriu, sepse njeriu është i dobët psikologjikisht dhe duhet ta ushqesh dal nga dal. Kështu që duke filluar nga viti 2000, filluan ta ushqejnë dal nga dal, duke thënë për jetën jashtëtoksore, dhe tani edhe për atlasin që po vjen, Atlas 3A. Dhe njerëzit janë si puna, si t'ja u themu, nëse do t'ja u thuash direkt që ekziston diçka e madhe, tremben. Dhe kështu që ja thon dal nga dal, pra e ushqejnë mendjen dal nga dal. Dhe ky ishte një nga ato momente, pra në vitin 2008, që vetë Vatikani deklaroi publikisht për sa i përket jetës jashtëtoksore që ne jemi miq, nëse ata do shfaqen. Në sintezë këtë tha. Dhe më bëri përshtypje, nga ai moment fola me një shokun tim që punon në Vatikan, s'ka rëndësi të them emra, por fola me të sepse dëshiroja që të merrja disa informacione për sa i përket librave të vjetër që lidhen me Shqipërinë, me historinë e Shqipërisë e tjerë. Dhe më bëri përshtypje diçka. Më bëri përshtypje që në një vend, tha ai, nuk mund të futet askush, vetëm papa dhe disa kardinal. Pra një vend që quhet, siç ju thash, angolo, cepi sekret, më falni, cepi sekret i bibliotekës. Dhe është i mbyllur ky cepi sekret. Askush nuk di se çfarë ka atje brenda, askush nuk, vetëm imagjinata. Dhe tregohet që brenda këtij vendi sekret ka edhe dosje, janë libra edhe gjëra të tjera që askush nuk e di se çfarë ka, por të paktën librat ne e dim. E dim sepse në vitet e mëparshme ka patur kontakte me jashtëtoksor edhe papa, vetë papa. Do t'ju tregoj një ka shumë, por në vitin jo në shtator, por në verën e vitit 1961, Papa XIII, është e njohur kjo, si histori, takoi një alien në Castel Gandolfo. Castel Gandolfo është një residencë papale, pra që nuk është brenda Vatikanit, por është në periferi. Dhe aty në kohën e verës, ose jo vetëm në kohën e verës, por kur dëshirojnë papa, shkon atje dhe qetësohet, është një vend i qetë. Dhe aty në verën e vitit 1961 ka takuar një jashtëtoksor. Kanë qenë prezent njerëz, pra priftërinj e tjerë, bile dhe asistenti i tij ishin prezent dhe e folën, pra e than mes njerëzve. Por aty u bë një fashikull, një dosje, që foli pikërisht për këtë, dhe ky fashikull është mes këtyre 400 fashikujve, këtyre qindra fashikujve të 400 vjetëve që ndodhen në bibliotekën sekrete. Tani, pse Vatikani duhet të ruaj në mënyrë sekrete këto dosje? E thjeshtë. Sepse Vatikani, jo vetëm Vatikani, por shiko, të gjitha besimet fetare janë themeluar, le të themi, nga njerëz që s'kishin lidhje me njeriu. Për shembull, Buda, Jezusi,
Muhameti e ku ta di unë. Nuk kishin lidhje me njeriun, pra e bën sepse e donin atë që bën. Por nga i moment të tjerë vendosën që të formonin një besim fetar. Dhe këta që e vendosën e bën vetëm për një qëllim, si thuhet nga konspiracionistët, për të nënshtruar një pjesë të njerëzve. Mirë po, kur nuk do ta mendoni që mund të kishte një influencë kaq të madhe. Dal nga dal u shtua numri dhe tani gjithë bota secili ka besimin e tij. Dhe kanë me miliona njerëz që i ndjekin. Dhe kjo bëhet për t'i nënshtruar, jo nënshtruar, por kontrolluar, me pak fjalë. Dhe dihet që ky kontroll varet nga sasia e njerëzve, varet nga mënyra se si të kontrollon dhe e tjerë. Dhe kështu që ai momenti pra kur takoi një jashtëkorsor, si thuhet, Papa XIII në vitin 1161, përcaktoi disa rregulla të botës nga i moment. Pse? Sepse nëse keni vënë re, shumë gjëra kanë ndryshuar. Në fakt atëre thuhesh që do të ndryshojnë shumë gjëra, pra nga viti 1160, në fakt ndryshuan shumë gjëra, dhe shikoni se sa vrull ka patur zhvillimi i njeriut dhe se si po ecën dhe se si është ndarë. Në fakt që atëherë që 61-shin bile edhe më përpara ishte thënë që do vi një ditë që njeriu nuk do të ketë më këtë besim që njeh, por do të jetë një i vetëm. Dhe pikërisht për këtë, po thosha, nuk i leverdis askujt që për momentin të shpërbëj njerëzit, por duhet ta bëj në mënyrë ngadaltë, sepse të shpërbësh mendjen e njeriut është e thjeshtë. Mjaft që ti thuash, nuk do ketë më besim fetar si më përpara, por do kemi një besim të vetëm. Ka vetëm një Zot atje jashtë, për shembull them, dhe të gjitha besimet e tjera fetare nuk do jenë më si ligj, por nuk do ekzistojnë. Pastaj tjerët mund ta dëshirojnë një apo tjetër. Dhe kështu me kalimin e kohës ato zbehen dal nga dal, sepse me gjeneratat normal që dal nga dal zbehen. Megjithatë të përqendrohemi tek jashtëksorët. Dhe po thosha, në Vatikan tregohet që janë bërë përveç kontakteve me jashtëksor të kardinalëve, por tregohet edhe për priftërinj, tregohet edhe për njerëz normal. Dhe kanë qenë pikërisht disa fakte të pakundërshtueshme që janë shkruar në këto dosje. Dhe gjenden aty pikërisht për këtë, që kur të vi momenti, këto do përdoren si një bombë nukleare, sepse në mendjen e njerëzve, siç u thash, mendja e njeriut është e thjeshtë, është e brisht. Varet se si çdo kush i manipulon njeriu. Shikoni partitë për shembull. Në partitë një ka një parti, një tjetër ka një parti, secili thotë kjo është imja, është jotja dhe zihen mes tyre. Pra, pa e kuptuar që çdo lloj partie bie mbi ta. Dhe njeriu duhet të jetë aktiv, duhet të jetë pjesëtar i çdo gjëje, normal, por duhet të jetë i kujdesshëm, sepse çdo gjë çdo gjë që ndodh në botë bie mbi ty. Me dashje apo pa dashje, sot apo nesër bie mbi ty. Dhe e njëjta gjë është edhe me këto dosjet të alienëve. Nëse ka prova të pakundërshtueshme që i kanë të ruajtura prej vitesh, pra me dëshmimtar, me çdo gjë, ose me objekte, ti nuk mund të thuash dot që nuk ekziston, sepse ta përplas në fytyrë. Dhe nëse Vatikani ka qindra dosje që ruan prej 400 vitesh, merreni me mend tani shërbimet sekrete kohët e fundit se çfarë mund të kenë. Kështu që unë mendoj që disa gjëra nuk mund të thuhen, pikërisht pra sepse mendja e njeriu, siç ju thash, është e brisht dhe e ka të vështirë njeriu që të ndryshojë parametrat e përcaktuara që e kanë bërë, për shembull, që është ambientuar tërë jetën. Për shembull, nëse ti je ambientuar që shkon në kish apo shkon në xhami për të falur çdo ditë, ku ta di unë, shkon në punë e tjerë. Pra është një rutinë që ti ke bërë për herë, që kur ke lindur. Dhe merreni me mend që të ndryshojë në një ditë dhe të thonë që jo, kjo nuk bëhet. Është boshatiset, jo vetëm trupi, jo vetëm mendja, por edhe trupi. Sepse është një pikë referimi, i njeriut. Pra, sepse ti je ambientuar me atë. Dhe kështu që duhet që të bëhet dal nga dal, dhe unë nga një ran i kuptoj.
Megjithatë, doja t'ju thosha që edhe pse duket paradoksale, por dosjet që ndodhen në Vatikan tregohet që janë nga më të rëndësishmet. Dhe normal që dikush do thotë, po mirë, ç'pun ka Vatikani? Kur bën luftrat aty shkojnë të gjithë dhe falen për çdo gjë që bëhet. E keni vënë re që çdo gjë që bëhet atje shkojnë, që të gjithë. Është ajo qendra e besimeve që të gjithë vërdallepsen dhe shkojnë për të marrë leje. Megjithatë, doja t'ja u tregoja sepse më ka mbetur në kujtes, meqense sot ditë shiu dhe kisha 5 minuta, ja u tregova para se të fillojmë punën, kështu që punë të mbar shqipe, ju përqafoj dhe suksese.